Ju përshëndes miq, këtu nga fshati I bukur I Rakickës. Vim këtu sot për të sjellur urime të bukura me rastin e 30 vjetorit të Silvit. Këtu na kanë dërguar prindërit e saj. Ne I urojmë edhe 100 të bëhet Silvi dhe të ketë jetë të lumtur. Shkojmë ta surprizojmë. Orientoje pak. Orientoje pak. Ku do vini? I ke thënë në Juve. Në Silvi. Okej. Hajde, shëndetje. Shëndetje, mirë Kaloni. Mirë, A e kemi Silvi? Po si? Hymë jam. Faleminderit. S'ka gjë, kemi për detyrë. Vësi. Atë të pikojnë. Yrë në s'ka gjë. Silvi. O shupishën! Kush e ka shupishën? Qa të të surprizë? Ka më shupishën, të kush e ka shupishën? Sa të bukur, sa të bukur. Ka njerëzirit gjashën tetën. Te të shpejt. E vice në vice, u të E të. 100, mami. Edhe 100. Oh! Mirë se ju gjinë. Nëse na ishte mirë, hyve mirë. Mirë, si kalon ti? Mirë. Bukurosha dysha unë, po vajza tita? Është la. Është lashtë. A dojnë trasësh? Pse jo? Si Që të ngile të kujtim. Ti keni me jitë dhe me Faleminderit. Nuk do të Qa zina? Mbase do na vi për ndonjë foto. Hajde dashur e ato, sepse ne vim për gjatë, nuk është se e kemi me të shpejtë. Me të gjatë edhe ne ashtu gëzojme me të gjatë të rini. Ja hymë mami. Si pisot, ke 30 vjetorin të. Sa bukur, një moshe Evi, që ti ke krijuar e familje, përdore se tu. pas ke 2 vajza dhe një djalë, I bashkë me një. Bashkëshorti Visi nuk e kemi këtu në këtë Për moment. momentin Është se. nga dyqanë. Mirë, ne do. Vjen. E mirë, aq më mirë nëse vjen. Po, është I hitë. Në qoftë se është I lira, keni dyqan? Apo ka vajtur të blenë diçka? ka është bërë këtu. Se tash mos e kishit tuaj. Ja. Si ke kaluar sot? Mirë. Ke marrë ndonjë buqita, ëmbëlsirë, e ke bler apo sa mishit asa unë? Dolet. Shumë mirë, shumë mirë. Silvi, kush mendon se ka... Mami. Mami Ma me pe Darin. foto këtu më duket. E pa shumë foto. Sa u përpoqa që ta ruaj, po gjithsesi ti e zbulove. Po, nuk e di një fare, se ajo erdhi, kish një dy ditë erdhi edhe nuk e pres një Sa fare. mori mendja. Jo, Do të tregonte ajo si do të tregonte. Kjo është e bukur e surprizës se nuk di gjë. Kur të vinë surprizat, kur të vinë dhuratat, edhe nga kush vjen, vërtet është një enigmë, po që ti, kjo është një thirrje zemre ose syri yt e kapi këtë foto këtu, që kemi shoqëruar, e kemi bërë një kartolin me zemra, se vërtet vajza është në zemrat të prindërve. Padyshim. Unë po lexoj disa fjalë të bukura. E dashur Silvi, ti sot gëzon 30 vjetorin e ditëlindjes tënde. Prandaj ne menduam ta bëjmë këtë ditë të mrekullueshme, sepse e mrekullueshme je ti për ne. Tashmë ti je rritur, ke krijuar familjen tënde, të bukur dhe kjo na bën krenarë. Në këtë ditë speciale, ne të urojmë nga zemra, gëzuar ditëlindjen. Gëzofsh edhe 100 vite të lumtura mes familjes tënde të mrekullueshme dhe mes nesh. Qoftë jeta jote e bukur, me dëshira të realizuara, sepse ti e meriton. Të duam shumë dhe do të duam gjithmonë, e shtrenjta jonë. Urime me shumë dashuri, vin nga Dari dhe Rosa. Nuk ka më bukur? Mbaje këtë kartolin si një kujtim të bukur. Kemi bërë dhe një buqetë me trëndafilat kuq, sepse le të themi që trëndafili kuq është një ngjyrë e dashurisë, gëzuar 30 vjetorin, Silvi shkruan në këtë tortë, është porositur një tortë me shokollatë kështu, e shishme, edhe e bukur gjithashtu. Shuni gëzon, sa bukur. Dhe më pëlqen që keni 3 fëmijë dhe jeni të përmbushur.
Edhe çunin e keni terë. Edhe dy vajza, dy motrushka ka djali. S'ka më bukur. O të që kjo dhe? Tira ta kështi. Bashkë me mami. Po dale t'i eqim këto, dale t'i eqim këto. Gjato i ka të bukura. I ka për djali ti. Ajde mama, do t'a bashkën e t'i këta? Ja. Ja, e la. Mirja do e mbaj mami atë. Ajde mama, me da shikit. Që ju ta frini bashkë. A do e frysh bashkë me mami, po ne do bëjmë dhe cica këto. Që ti të kënaqesh. Mos u pre? Bashkojmë të qitë. Ne këndojmë këngën e ditëlindjes. Do më këndash të shë? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Silvin, shumurime për ty, shumurime për mami, shumurime për ty. Dhe e këzini me mami? Bravo! Urime, edhe në shivite. Nuk po shohet ajo. Ajo mbaron vesh. Ajo të mbaroj. Si vetë kemi kënaqur? Shumë. Pa dyshim. Njeriu merr vlerësi. Pa tjetër dhe gjërat janë të bukura, por gjithmonë unë ishmoj fjalët le të themi në një surprizë. Hajde më lash. Edhe në